Ti lëm pak anash këta që dojnë me humë pesht, po du me t'i bëha disa pyetje për ata që dojnë me formësu trupin. Janë mjaftu shumë në kilogram, nuk kanë mbi pesht, nuk kanë nevoj me humë pesht, thjesht po dojnë me formësu sepse kanë celulit në vendet të gabuara. Qysh është triki ma i mirë? Për shembull, nëse dëshiroj me i dobësu kratë, a duna me ushtru çdo ditë nga një ushtrim të krave? Ose nëse dëshiroj, sa shumica vajzave dëshirojnë rritjen e vitheve, a do të me ushtru çdo ditë ushtrime që ndikojnë në rritjen e vitheve, ose në forcimin e këmbëve? Qysh është triki? Sa herë njoft ushtrohet çaj muskull që e ki të fokuson? Triki është, duhet me ushtru me program, me pas programin e duhur, edhe jo me ushtru çdo ditë qatë pjesë trupit ku ti po do me ndresh. Që ato që e ki fokusin? Jo, sa ajo është gabim. Se edhe muslit i vynë kohë mu rigjeneru me flejt, me pushu, mu ushqy. Ti nëse ushtron çdo ditë të pasme, se unë kam edhe me palestër që i vynë qështu që e shikoj çdo ditë veç qatë pjesë ushtron se do në me rritë, me ndonë që e rritë. Jo, ti e tu e prish. Dhe më thonë ti e tu e të kur me një fjallë, nuk e tu e lonë mu rritë. A vëdin, duesh me lonë mu rigjeneru, 2 herë deri në 3 herë një javë mundesh me ushtru qatë pjesë, nëse e ki mangësi. Jo çdo ditë. Çdo ditë është shumë keq. Po këto duhesh me shku me program. Me program trajnerit tënd. Absolutisht. Qa ta shun trajnerit, çka të shaj, qa ki mangësi, edhe ka kombinime të ndryshme që mundesh mi bo, këse muslin duhet me godit për shumë pozicioneve të ndryshme, jo veç për një ushtrimit, se duhet me ditë edhe kandet. Po, shamë dhe ushtrimet e këmbëve janë 5-6 që duhet për me i fokusu këmbë. Po, duhet me ditë edhe qysh për ushtron kandet, qysh për ban pozicionet, qysh për nëzën. Se mund në bën gabim. Po, jo, nuk ko që ti e ban gabim, po nuk ban kur gjomat punë. Nuk e pëcit, nuk e kap, nuk e qënë gjakin të qaj muskull. Abdin nuk e pumpon me një fjallë. Jo ndo sende që duhet me ditë. Trajnerin këtë rast. Po, trajneri, po dhe përvoja jote me sport, nuk ki nevoj për trajneri dire shë, vrenë që po ta kapë qatë muskull. Po ju bëj thirje, ma shumë mu konsultu edhe me trajnera, edhe ma si me lonë pak qatë gjibitin, se qatë gjibitija nuk mundet me ti ditë ty që është i ki mangësit e trupit, nuk të shaj ty që është ti e ki pozicionin, që është tipi mban komët. A vëdin, në regull është din shumë sende, normal që din shumë sende, na të në përdorim, me folë korekt, po për do sende, për do ushtrime, për me të ndaj trajneri, me ti po sende, duhet me trajner gjithë shysh, nuk guxon me hi vetë se mundesh mu lëndu. Edhe ma vonë mja pa sherin.